Malala Yousafzai dhe Kalier Satyarthi, një indian që merret me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, janë shpallur fitues të çmimit Nobel për paqen. Vajza pakistaneze Malala Yousafzai ka udhëhequr një fushat kundër shfrytëzimit të vajzave nga talibanët. Për këtë ajo është goditur në kokë me armë zjarri në vitin 2012 dhe megjithatë 17 vjeçaria vazhdoi fushatën e saj. Malala është fituesja më e re e çmimit Nobel. Satyarthi ka mbajtur traditën e Mahatma Gandhi dhe ka drejtuar shumë prej protestave paqësore me fokus kundër shfrytëzimit të rënd të fëmijëve për përfitime financiare. Është një nder i madh për të gjithë indianët dhe është një vlerësim për të gjithë fëmijët që ende jetojnë në skllavëri, me gjithë zhvillimet teknologjike që kanë përfshirë ekonominë, u shpreh Satyarthi pas marrjes së çmimit. Ata u shpallën fitues mes kandidatëve për çmimet Nobel, kundërta ishte edhe Edward Snowden, i përzgjedhur pasi eksploroi mbikëqyrjen masive të amerikanëve në verën e vitit 2013. Edhe Papa Francesku ishte një tjetër kandidaturë. Ai u përzgjodh për vizitat e tij të shpeshta ndaj të varfërve dhe të pastreve, duke kërkuar kujdes dhe mbrojtje për ta. Mes kandidatëve u listuan edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, homologu serb Ivica Dačić dhe ish shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Catherine Ashton për arritjen e marrëveshjes së paqes.